Studio me që të dashur flasim specifikisht për Belinda Ballukën, e cila është tani më e lirë të bëjë ç'të doj pa asnjë kufizim. Janë pezulluar pezullimet. Gent Strazimirin e kemi bezdisur në këtë mëngjes për një koment me gjitha çfarë mesazhi jep ky vendim për Ballukën, çfarë do të thotë për qeverinë në këto momente dhe sigurisht për qytetarët. Strazimiri, mirëmëngjes. Mirëmëngjes. E prisnit, nuk e prisnit? Shiko. T'ju them të drejtën, sigurisht që nuk e prisja që çudia fillon me vendimin e gjykatës KK-s për pezullimin e Belinda Ballukut, është atipike. Tashti na kanë dhënë një telenovel me sfond juridik, duke parë specifikimet nëse ka ndërhyrë kush e kompetencat e tjetrit, po i bien qafë qeverisë apo si qyshtet. Asgjë s'është, për mendimin tim, nuk qëndron, gjithçka tregon anormalitetin, boshllëkun me cilin funksionon ajo që ne sot vazhdojmë të quajmë teorikisht demokraci. Qeveria nga njëra anë, konflikti nuk është as pak juridik. Konflikti është politik apo diplomatik. Midis dy institucioneve, njëra është qeveria, e cila edhe diplomatik. Do t'ju shpjegoj sepse po the politik edhe diplomacinë brenda. E cila është qeveria, e cila ka për detyrë funksionale, pikërisht bëj politik dhe të ruajë raporte diplomatike, dhe një institucion tjetër që nuk do të duhet të merret me politikë dhe të ruante balanca diplomatike, siç është SPAK-u. SPAK-u është ajo drejtësia dhe gjithë sistemi gjyqësor, është ajo drejtësia që i ka sy të mbyllura, veshët të mbyllura, duart i ka të zëna njërin me shpatën, tjetrën me peshore, nuk duhet shohë askënd në sy, nuk duhet të mendoj për pasojat politike që vinë mbasi ka bërë drejtësinë. Nga kjo pikpamje, SPAK-u dhe drejtësia është e gjithfuqishme megjithëse në një sistem të balancuar. Edi Rama pretendon se ka hyrë ke kompetencat e qeverisë, drejtësia ka në një sistem demokratik ka kompetenca shumë më tepër se kaq. Ka kompetenca ta shkatërrojë qeverinë, sigurisht në bazë të ligjit, duke i vënë hekurat dhe kryeministrit dhe të gjithë ministrave nëse i kap duke kryer një vepër penale apo se kanë kryer një vepër penale. Sigurisht do ta kryejë sipas radhave të caktuar, duhet shkojë në parlament të marri imunitetet, kërkoj leje nga parlamenti dhe pastaj. Kjo sigurisht do të shkaktonte një tërmet politik. Po kjo nuk do të duhet të interesonte një institucioni që merret ekskluzivisht me drejtësinë. Bën drejtësinë, syt i ka të mbyllura, veshët i ka të mbyllura, duart i ka të zëna. Por fat keq SPAK-u nuk është ky. SPAK-u i kishte gjitha kompetencat që të vepronte si me çdo të pandehur tjetër. Ta marrë të pandehur nga pikpamja teknike, kur prokuroria të merr të pandehur, prokuroria është e bindur që ti e ke kryer faktin penal. Dhe sigurisht kjo duhet të legjitimuar dhe nga gjykata. Prokuroria nuk ka shkuar, e ka marrë të pandehur Ballukun dhe nuk ka vajtur me kërkesën për ta arrestuar. Jo, nuk do prokuroria, sepse ka hallë se çfarë tërmetesh dhe pasojash politike do të cilli. Siç e dini, në fakt kjo nuk është më enigm, më shumë diplomat të huaj, ambasador të vendeve mike sigurisht takon SPAK-u dhe sa ministri i jashtëm. Nga kjo pikpamje, tu fillon deformimi i parë. Në qoftë se lejen këtu për të arrestuar apo mos arrestuar dikë, japin diplomatët, ambasadorët, qofshin ata fuqiplot të vendeve të tyre, fuqia e tyre mbaron tek fakti që ka blogami, shkon në qendër tek qeveria atje dhe presin të kthehet një përgjigje. Duke qenë se bota është në një situatë tillë që po mbush spitalet me gjak rezervë, sepse mund të shpërthejë një luftë nga momenti në moment, mund të mos shpërthejë, nuk merret njëri me këtë punë. Diplomatët janë detyruar të presin vendimin që i vjen, vendimin politik sigurisht diplomatik, në bazë interesave të cilit shtet, si që i vjen nga qendra. Nuk ka përgjigje deri tani, thotë SPAK-u, shikoj, mos e shty deri aty ku duhet. Dhe çfarë bën SPAK-u? Megjithëse e ka kapur, ka qenë publike. Kjo është edhe një lojë kredibiliteti, është një lojë kredibiliteti SPAK-ut në gjithë investim që është bërë, diçka duhet bëhet. Dhe çfarë bën? Shpik gjëra të tilla që e ka kapur në flagrancë, është e bindur që Belinda Balluku e ka kryer, e ka marrë të pandehur, si hajdute. Po nuk kërkon arrestimin e saj, nuk shkon kuvent të kërkojë imunitetin, lejen për të kontrolluar shtëpinë, për ta arrestuar etj me radhë. Jo. Të pezullohet nga detyra, të mos hyjë më në zyrë. Kjo sigurisht që është atipike. Në këtë sistem drejtësie, që s'ka vetëm pavarësi nuk ka, tashmë nuk ka pavarësi as nga ligji, po siç u thash, siç e kam thënë fakt, vazhdimisht SPAK-u në skenën politike shqiptare është tuar si subjekt politik diplomatik, vetëm me drejtësinë nuk ka të bëjë. Shkon dhe e kërkon gjykatës të pezullohet nga detyra. Sigurisht i deli Edi Rama dhe thotë, shiko, këtë drejtësinë e bëra unë. Ju keni në dorë një gjysmë SPAK-u,
Konflikti është politiko-diplomatik.